nëse kish pas diçka që më me uru njerëzve, është me ju falë të ketëve një fëmijë dhe me pas ndjenjen që e kam unë çdo ditë. Po ta çoj ke Zoti forcën, po ja dil që mban. Ama po m'pëlqen si jetë, se kom menu që është shumë ma e vështirë me kon prind, po ka qitë në binar tjetës. Apo? A ke mendu kështu shumë ma good guy. Apo ke dyshu kështu në veten njerë që Jam tut shumë, kom pas shumë dyshime për veten, se kështu që jam kon shumë ma e përgatit në ju femnat janë mentalisht shumë ma të përgatit në. Unë kom menu që kom e pas shumë vështirë, mirë po ta që i ke Zoti forcën, po ja dil që mban. Super, mbi gjitha i lumtur, a? Kur je i rrëtumat krijesë të bukur që veç nuk do përshkrim zemra Muna me përshkru veç që nëse kish pas diçka që më me uru njerëzve, është me ju falë të ketëve një fëmijë dhe me pas ndjenjen që e kam unë çdo ditë. Okej, sa fjallë bukra. Shpresoj që ketë kanë me përjetuat ndjenjë. Ma ka bu dhuratën më të mirë në jetë dhe e vlerësoj shumë sakrificën që e kam bu. Sinqerisht, kom najt 9 muaj me ta non-stop, edhe kom pa çfarë sakrifice bojnë nanat, unë kom hidhe në salë të operimit. Okej, sa bukur. Kom lypë, kom pas se disha jem të dalë me kënu para 200.000 vetëve, ashtë kom pas shumë emocione. Jo stres, emocione. Që aty jem bridha, ma kom pas qef me një zonin e djallit kështu i pari. Edhe unë e kom një para gruz, do me thonë se o konë anestezian, se s'ka mujtë me dëru i pari e kom një, është ndjenja ma e veçanta që e kom përjetu na ja. Por rënqetna se është... Por rënqetna unë që nuk e kam përjetu e lemo që e para me ndohë. Për që ata jam munu me hi në salë me pa që ka heki nanat, atë din kështu që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë për mundi që e ka bu. Shumë që e ndove. Kritika ma shpesht që e merë nga njerëzit e afërt. Shumë i sinqert për çka të kritikojnë. Edhe Lola, pse jo? Për pjesën e stresit që ta mi marë... Për pjesë stresit ajo është pjesë e karakterit tam. S'po e diskutojnë. Nuk po mëj me ndryshu, nuk po mujtë kur. Diçka tjetër. Ama më kritikojnë... Hajde. Jam shumë i hapën me njerëz. Dhe nashta kallëzoj shumë ma shumë se që duhet me kallëzu. Shpesh arsyetona pa nevoj. Deri vonë edhe kom kërku falje pa nevoj. Deri sa e kom pa që për gabimet e tjerëve kom thonë unë falj. Po jam qasi tipi që thjesht nuk du fjallë, nuk du të lashe, kam qef me pas pache. Edhe pse jeta nuk është veç fush me lula, po kritikojnë të thash edhe për nga njerë për mos mendje madhësi, se jam ma i thjeshtë që duhet,